Kjo javë nuk do të jetë si gjithë të tjerat, sepse për disa shenja të zodiakut, një ndryshim i papritur mund të sjellë para, dashuri dhe mundësi që nuk i kishin imagjinuar. Ndërsa për disa të tjera, yjet paralajmërojnë kujdes, sidomos në marrëdhënie, financa dhe vendime të rëndësishme. Një telefonat, një mesazh ose një takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e ditëve në vazhdim. Por pyetja është, cilat shenja do të jenë me fat dhe cilat duhet të tregohen më të kujdesshme? Qëndro deri në fund, sepse shenja jote mund të jetë pikërisht ajo që këtë javë merr lajmin që ka pritur prej kohësh. Dashi, kjo javë nis me një energji që të shtyn të mos presësh më. Ke kaluar një periudhë ku shumë gjëra dukeshin sikur po ecin ngadalë, por tani situata fillon të ndryshojë. Në punë dhe financa mund të shfaqet një mundësi që në fillim duket e vogël, por mund të ketë më shumë rëndësi nga sa mendon. Dikush mund të të propozojë një bashkëpunim, një detyrë të re ose një mënyrë për të fituar më shumë. Mos e refuzo menjëherë vetëm sepse nuk duket perfekte. Në dashuri, dashi beqar mund të marrë një mesazh nga një person që nuk e kishte menduar më. Për ata që janë në një lidhje, kjo është një javë ku duhet të flisni hapur. Një keqkuptim i vogël mund të zgjidhet shumë lehtë nëse nuk lejoni krenarin të flasë në vendin tuaj. Por kujdes, mesi javës mund të sjellë një vendim impulsiv. Mos merrni vendime të mëdha vetëm nga emocionet e momentit. Fundi i javës sjell më shumë qartësi. Diçka që të ka shqetësuar prej kohësh mund të fillojë më në fund të marrë një përgjigje. Mesazhi i javës për dashin. Mos ndiq atë që të premton më shumë, por atë që të jep më shumë siguri. Demi, java jote lidhet me stabilitetin dhe parat. Pas një periudhe ku ke menduar shumë për sigurinë financiare, tani mund të fillosh të shohësh rezultatet e një pune që ke bërë më herët. Në aspektin profesional, dikush mund të vlerësojë përpjekjet e tua. Mund të mos jetë menjëherë një promovim apo një ndryshim i madh, por një bisedë e rëndësishme mund të hapë një derë për të ardhmen. Financiarisht, bëj kujdes me shpenzimet e panevojshme. Mund të tundohesh të blesh diçka që e ke dëshiruar prej kohësh, por yjet të këshillojnë të mendosh 2 herë. Në dashuri, Demi kërkon siguri. Nëse je në një lidhje, këtë javë mund të kuptosh nëse personi pranë teje po mendon seriozisht për të ardhmen. Një bisedë rreth planeve, familjes ose financave mund të bëhet më rëndësishme nga sa prisje. Për beqarët, një njohje e re mund të vijë përmes punës, miqve ose një rrethi ku nuk e prisje. Në fundjavë do të ndihesh më i qetë dhe do të kuptosh se një vendim që ke shtyr mund të jetë koha ta marrësh. Mesazhi i javës për Demin. Ajo që ndërtohet ngadalë, shpesh gjatë më shumë. Binjak, për ty kjo javë sjell lëvizje, komunikim dhe lajme. Do të kesh shumë gjëra për të menduar dhe disa prej tyre mund të vinë krejt papritur. Në punë mund të marrësh një informacion që të ndryshojë planet. Një telefonat, email ose bisedë mund të hapë një mundësi të re. Mos e nënvlerëso fuqinë e një bisede të thjeshtë. Financat kërkojnë organizim. Mund të kesh disa shpenzime njëkohësisht dhe nëse nuk vendos prioritete, fundi i javës mund të gjejë me më pak para nga sa kishe planifikuar. Në dashuri, binjakët do të jenë më emocional nga zakonisht. Nëse je beqar, një person me të cilin ke komunikuar më parë mund të rikthehet në jetën tënde. Por pyetja është, a është rikthyer sepse ka ndryshuar apo vetëm sepse ndihet i vetmuar? Nëse je në lidhje, mos mbaj gjëra për vete. Partneri mund të mos e kuptojë atë që po mendon nëse nuk e shpreh. Nga mesi i javës vjen një moment ku duhet të zgjedhësh mes 2 mundësive. Mesazhi i javës për binjakët. Mos u shpërnda në 10 drejtime. Zgjidh një rrugë dhe ec me vendosmëri. Gafore, kjo javë mund të jetë shumë emocionale për ty. Do të mendosh për njerëzit që ke pranë, për të kaluarën dhe për disa gjëra që ende nuk i ke thënë. Në dashuri, kjo është një nga fushat ku mund të ndodhë ndryshimi më i madh. Nëse je në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje dhe sinqeritet. Një bisedë e thellë mund të afrojë 2 njerëz që kohët e fundit janë ndier disi larg. Për beqarët, një person nga e kaluara mund të shfaqet përsëri, por mos lejoni nostalgjin të vendosë për ju. Shikoni veprimet, jo vetëm fjalët. Në punë java kërkon durim. Mos u përfshini në konflikte që nuk ju përkasin. Dikush mund të përpiqet ju tërheqë në një debat, por zgjedhja më e zgjuar është të qëndroni të qetë. Në financa mund të shfaqet një pagesë ose një mundësi që e kishe pritur prej kohësh. Dhe fundi i javës sjell një ndjenjë lehtësimi. Një shqetësim që e ke mbajtur gjatë mund të fillojë të largohet. Mesazhi i javës për gaforen.
Mos u kthe aty ku ke humbur qetësinë vetëm sepse të mungojnë kujtimet. Dhe kjo ishte vetëm pjesa e parë. Por java bëhet edhe më interesante kur kalojmë te Luani, Virgjëresha, Peshorja dhe Akrepi, sepse për disa prej tyre një surprizë e papritur mund të ndryshojë gjithçka. Luan, kjo javë mund të vendosë përballë një mundësie që nuk duhet ta injorosh. Ke kaluar kohë duke pritur që dikush tjetër të bëjë hapin e parë, por tani duket se radha është e jotja. Në punë mund të marrësh më shumë përgjegjësi. Në fillim kjo mund të duket si presion, por në të vërtetë mund të jetë një mundësi për të treguar aftësitë tua. Dikush me ndikim mund të jetë duke vëzhguar mënyrën se si vepron. Në financa, tregohu i matur. Mund të hyjë një shumë parash, por mos e shpenzo me njëherë. Një mundësi më e mirë mund të shfaqet pak më vonë. Në dashuri, luanët në lidhje mund të përjetojnë një afrim të fortë. Një bisedë që është shtyrë prej kohësh më në fund mund të zhvillohet. Për beqarët, një person i ri mund të tërheqë vëmendjen, por këtë herë mos u bazoni vetëm te pamja apo kimia e parë. Shiko karakterin. Në fundjavë mund të marrësh një lajm që të rikthen buzëqeshjen. Mesazhi i javës për Luanin: mos kërko vëmendje. Bëj diçka që e meriton atë. Virgjëresh, kjo javë fillon me shumë mendime, plane dhe analiza. Ti dëshiron që gjithçka të jetë nën kontroll, por këtë herë një situatë mund të zhvillohet ndryshe nga plani yt. Në punë mund të përballesh me një detyrë që kërkon përqendrim. Mos u shqetëso nëse rezultatet nuk shfaqen menjëherë. Ajo që po ndërton tani mund të jap rezultat më vonë. Financat janë relativisht të qëndrueshme, por duhet të shmangësh një shpenzim të madh të bërë vetëm nga emocioni. Në dashuri, Virgjëresha mund të marrë një përgjigje që e ka pritur prej kohësh. Nëse je beqar, mund të kuptosh se dikush pranë teje ka pasur ndjenja që nuk i ka shprehur. Në një lidhje, duhet të heqësh dorë nga analizimi i çdo fjale të partnerit. Jo çdo heshtje është problem dhe jo çdo ndryshim humori është shenjë diçkaje negative. Mesi i javës sjell një mundësi për të rregulluar një marrëdhënie. Mesazhi i javës për Virgjëreshën: jo çdo gjë duhet të kontrollohet. Disa gjëra duhet thjesht të jetohen. Peshore, kjo javë sjell një zgjedhje. Mund të ndihesh sikur je mes dy rrugëve dhe të dyja kanë avantazhet e tyre. Në punë, dikush mund të të propozojë një ndryshim. Mund të jetë një projekt i ri, një pozicion tjetër ose një mundësi që kërkon të dalësh nga zona jote e rehatisë. Mos e refuzo vetëm nga frika. Në financa, java kërkon ekuilibër. Nëse ke bërë disa shpenzime kohët e fundit, tani është momenti të vendosësh rregull. Në dashuri, peshorja beqare mund të ketë një takim shumë interesant. Personi që shfaqet mund të mos jetë ai që imagjinoje, por mund të bëjë të ndihesh i kuptuar. Për çiftet, kjo javë është e mirë për të planifikuar diçka së bashku. Një udhëtim, një projekt ose thjesht një ndryshim në rutinë mund të rikthejë emocionin. Por kujdes me një person që përpiqet të imponojë mendimin e tij. Mesazhi i javës për peshoren: mos zgjidh atë që i kënaq të gjithë. Zgjidh atë që të sjell paqe ty. Akrepi, për ty java nis në heshtje, por mund të përfundoj me një surprizë të madhe. Ke ndjer kohët e fundit se disa njerëz nuk kanë qenë plotësisht të sinqert me ty. Këtë javë mund të zbulohet një e vërtetë që do të të ndihmojë të kuptosh më mirë një situatë. Në punë, mos i trego të gjitha planet e tua. Jo çdo person që të buzëqesh është domosdoshmërisht në anën tënde. Financiarisht mund të shfaqet një mundësi për të fituar ose për të rikuperuar një shumë që e kishe konsideruar të humbur. Në dashuri, energjia është shumë e fortë. Për beqarët, një njohje mund të fillojë papritur dhe të zhvillohet më shpejt nga sa prisni. Nëse je në lidhje, mund të ketë një moment xhelozije ose pasigurie. Mos lejoni që dyshimet pa prova të krijojnë probleme. Fundi i javës sjell një kthes. Një person mund të bëjë një hap që nuk e prisje. Mesazhi i javës për Akrepin: e vërteta mund të dhem për një moment, por të çliron për një jetë. Dhe tani kemi mbetur te 4 shenjat e fundit: shigjetari, bricjapi, ujori dhe peshqit. Për njërën prej tyre, fundi i kësaj jave mund të sjellë një lajm që lidhet me dashurinë ose paratë. Shigjetar, kjo javë të sjellë një ndjenjë lirie dhe një dëshirë të fortë për të ndryshuar diçka në jetën tënde. Ke qenë duke menduar gjatë për një vendim dhe tani mund të ndjesh se nuk dëshiron të presësh më. Në punë, një mundësi e re mund të vijë përmes një personi që e njeh prej kohësh. Mos e nënvlerëso një bisedë të rastësishme, sepse mund të çojë drejt një dere të re. Në financa, duhet të jesh i kujdesshëm me rrezikun.
Një ofertë që duket shumë e mirë mund të kërkojë më shumë analizë para se të thuash po. Në dashuri, beqarët mund të kenë një njohje interesante gjatë një udhëtimi, aktiviteti ose përmes rrjeteve sociale. Dikush mund të tërheqë pikërisht sepse nuk ngjan me njerëzit që ke njohur më parë. Nëse je në një lidhje, partneri mund të kërkojë më shumë kohë dhe vëmendje nga ti. Mos lejo që angazhimet e tjera të krijojnë distancë. Fundi i javës është shumë pozitiv për ty. Një vendim që ke shtyr mund të marrë më në fund drejtimin e duhur. Mesazhi i javës për shigjetarin. Mos ki frikë të ndryshosh drejtim kur e kupton se rruga e vjetër nuk të çon më aty ku dëshiron. Britsjap, kjo javë është e lidhur me përgjegjësitë, por edhe me shpërblimin për një punë të bërë gjatë. Në profesion mund të marrësh një vlerësim, një përgjigje ose një mundësi që e ke pritur prej kohësh. Ndoshta nuk do të vijë në mënyrën që imagjinoje, por mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet. Financat kërkojnë disiplinë. Nëse ke një objektiv të madh si një blerje, investim ose projekt personal, kjo është koha për të bërë një plan konkret. Në dashuri, britsjapi duhet të jetë më i hapur emocionalisht. Partneri mund të presë prej teje një shenjë që tregon se sa shumë e vlerëson. Për beqarët, një person serioz mund të hyjë në jetën tënde. Kjo nuk duket si një histori që fillon me shumë zhurmë, por mund të zhvillohet në diçka të qëndrueshme. Nga mesi i javës, një lajm familjar mund të kërkojë vëmendjen tënde. Mesazhi i javës për britsjapin. Durimi yt po fillon të shpërblehet, por mos harro të jetosh edhe gjatë rrugës. Ujor, për ty kjo javë sjell ndryshim dhe ide të reja. Mendja jote do të jetë shumë aktive dhe mund të gjesh një zgjidhje për një problem që të ka shqetësuar prej kohësh. Në punë, një ide e jotja mund të marrë më shumë vëmendje. Mos ki frikë ta prezantosh edhe nëse mendon se të tjerët nuk do ta kuptojnë menjëherë. Në financa mund të kesh një mundësi për të rritur të ardhurat, por duhet të jesh realist. Mos u bazoni vetëm te premtimet. Në dashuri, beqarët mund të përjetojnë një surprizë. Një person që e ke konsideruar thjesht mik mund të tregojë një anë tjetër të vetes. Për çiftet, java kërkon komunikim. Një bisede sinqert mund të zgjidhë një problem që është grumbulluar gjatë javëve të fundit. Në fundjavë mund të marrësh një telefonat ose mesazh që ndryshon planet e tua. Mesazhi i javës për ujorin. Ndonjëherë mundësia që kërkon është pikërisht pas ndryshimit që ke frikë të bësh. Pesh, kjo javë mund të jetë më emocionale se zakonisht, por gjithashtu mund të sjellë një ndjenjë të fortë qartësie. Në punë mund të kuptosh se nuk dëshiron të vazhdosh me një situatë që nuk të jep më kënaqësi. Mos merr vendime të nxituara, por fillo të mendosh seriozisht për alternativat. Financat duken më të qëndrueshme. Një pagesë e pritur ose një mundësi e vogël financiare mund të jap lehtësim. Në dashuri, kjo është një javë shumë interesante. Për beqarët mund të shfaqet një person që të bën të ndihesh menjëherë i qetë dhe i kuptuar. Për ata që janë në lidhje, një moment romantik mund të rikthejë afërsinë. Nëse ka pasur distancë kohët e fundit, kjo javë është ideale për ta lënë pas. Por kujdes, mos u përpiq të shpëtosh njerëz që nuk duan të ndryshojnë. Fundi i javës mund të sjellë një vendim të rëndësishëm emocional. Mesazhi i javës për peshqit. Mos e humb veten duke u përpjekur të mbash dikë tjetër pranë. Dhe kështu mbyllet horoskopi i kësaj jave. Por nëse duhet të veçojmë energjitë më të forta, disa shenja duket se kanë përpara mundësi interesante në dashuri dhe financa, ndërsa të tjera duhet të tregohen më të kujdesshme me vendimet dhe njerëzit që kanë pranë. Mbani mend, horoskopi është një formë argëtimi dhe reflektimi. Vendimet e rëndësishme në jetën tuaj duhet të bazohen gjithmonë te realiteti, jo vetëm te yjet. Nëse shenja jote ishte me satyre që përmendëm sot, shkruaje në komente dhe na trego. Çfarë pret nga kjo javë dashuri? Para apo një ndryshim të madh? Abonohu në kanal dhe aktivizo njoftimet, sepse horoskopi i ardhshëm mund të ketë një surprizë edhe më të madhe për shenjën tënde.